Në seancën plenare të sotme, Kuvendi vendosi të shtyjë votimin për ngritjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe Komisionin për Reformën Territoriale. Shtyrja u bë pas përjashtimit të kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazbend Bardhi, i cili ka propozuar disa amendamente për përbërjen e komisioneve. Në bazë të nenit 64 të rregullores, ju tërheq vëmendjen. Pra marr masën e parë ndaj jush. Atëherë në bazë të nenit 64 ju jap masën e dytë, vërejtje. Dhe nëse vazhdoni, natyrisht rregulloria më detyron të vazhdoj. Zoti Bardhi, në bazë të rregullores, po ju jap masën e tretë, ju hiqet e drejta e fjalës për gjithë ditën e sotme. Atëre, Zoti Bardhi, ndjes Zoti Balla, po marr masën e katërt për ju. Përjashtoheni nga seanca. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla deklaroi se Partia Socialiste do të presë seancën e radhës për dëgjuar Bardhin lidhur me dy amendamentet që ai ka propozuar në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Bardhi kërkon që numri i anëtarëve të majorancës dhe opozitës të jetë i barabartë, pasi socialistët synojnë të përfshin edhe PSD-n e Tom Doshit, që sipas opozitës është një aleat i PS-s. Po ashtu në Komisionin për Reformën Territoriale, Bardhi propozon barazinë midis numrit të anëtarëve të opozitës dhe pozitës. Pas daljes nga Kuvendi, Bardhi akuzoi Ballën se kishte ngatruar mesazhe në grupin e brendshëm të Kuvendit, duke i bërë thirrje deputetëve të Partisë Socialiste që të ndërprisnin debatin, gjë që sipas tij ndikoi në mosrealizimin e votimit të sotëm. Skenari i përjashtimit të opozitës nga seanca, siç ju thash edhe gjatë mbledhjes, ishte ndërtuar shumë kohë përpara se Niko Kloni të dilte për ta shpallë në seancën plenare. Gabimisht Auland Balla, në vend që të shkruante tek grupi parlamentar i PS-s në WhatsApp, ngatërron grup dhe shkruan te grupi i konferencës së kryetarëve në Kuvend dhe urdhëron gjithë drejtuesit e komisioneve të veta që të kujdesen për të sjellë menjëherë në sallë deputetët e Partisë Socialiste, sepse skenari ishte ndërtuar që do ndërprisnin debatin, se s'duan debat as për ligjin e mbetjeve, se s'duhet flasin për 430 milion euro që i kanë vjedhur si një bandë kriminale me inceneratorët dhe duan ta shndrojnë Kuvendin në Memec. Ta harrojnë që mund ta nënshtrojnë Kuvendin, mund të nënshtrojnë deputetët e opozitës, mund të shkallmojnë kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. Vendimi për shtyrjen e votimit pritet të zhbëhet në seancën e ardhshme, kur do të shqyrtohen amendamentet e opozitës dhe të diskutohet mënyra e ndarjes së vendeve brenda komisioneve.